tani, midis Evropës së moderuar dhe ekstremit të djathtë, po me qëndrime shumë në favor të Evropës moderuar, dhe midis asaj Evrope dhe presidentit Trump, që e ka shumë mirë me Trumpin, po kur vjen puna edhe ja thot sop, domethënë që këtu e ke gabim, siç i tha për Davosin. Pra, është një shenjë shumë e mirë që tregon që Bashkimi Evropian tani, përveç forcimit të boshtit franko-gjerman, që është çështje kohe, do të vi prapë në vend, kërkon ta përforcojë atë me Italinë, me Poloninë, me Britaninë e Madhe, parësisht se nuk është antare BE-s, me Italinë, me Poloninë, me Turqinë, pavarësisht edhe nuk është antare BE-s, po është antare në NATO, me qëllim që të realizohet ai kohezioni dhe forca e madhe e BE-s, jo vetëm politike, ekonomike por tashmë edhe të kthehet në fuqinë më të madhe mbrojtëse. Nuk mund të bëhet fuqi mbrojtëse, bashkim mbrojtës, pa Italinë, pa Britaninë e Madhe, pa Turqinë. Kështu duhen parë, mendoj unë, pra qoftë nga ana ushtarake, qoftë nga ana ekonomike, për të kompensuar mungesat nga Amerika në rase, qoftë dhe nga ana pasaj strategjike dhe në mënyrë që BE-ja të jetë e garantuar jo vetëm me boshtin franko-gjerman, po edhe me skalione të tjera mbështetëse. Dhe jam i bindur që kështu do të ndodhi. Kote, Donald Trump ka marrëdhënie, le të themi, tensionuara jo vetëm me BE-n, por sidomos me Kanadan, që është tregtari dytë më i madh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja ime konsiston këtu. Vetëm pak ditë më parë, kryeministri i Kanadas ishte në një vizitë zyrtare në Kinë. Pritet që gjatë javës të shkojë edhe kryeministri i Britanisë së Madhe. Si shikoni këto dy vizita duke parë rolin e Kinës? Po, me Kanadan e di dhe këtu shkaku ju e dini, është përsëri presidenti Trump, ai para se të nisej në Davos ju e pat, pavarësisht se një fondomontazh i inteligjencës artificiale, po tregonte që Venezuela, Davosi, Groenlanda dhe Kanadaja Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2026. Plus pastaj qëndrimet dinjetoze të leadershipit kanadez, qoftë Trudeau para, qoftë kryeministrit të tanishëm, të cilat presidenti Trump nuk mund t'i durojë, që në oborin e tij, si më thënë, të dali një kryeministër i një vendi të tillë të vogël sipas tij dhe ta kundërshtojë atë. Nga ana tjetër, kemi problemin me Kinën. Pra dihen tashmë problemet, tensionet, se si u arrit marrëveshja me SBA dhe Kinë, por këtu është çështje interesash. Pra ne tani vetë Amerika po largohet nga vlerat, nga parimet, duke i dhënë përparësi absolute interesave tregtare, ekonomike, ujdive, artin e ujdis që ka ai. Në të kuptim edhe Evropa, edhe Kanadaja, po veprojnë si thamë më parë dhe ato në mënyrë që sigurojnë aleanca të reja. Tregje, të sigurojnë tregje që kanë, ndryshe edhe Evropa, edhe Britania do të bien edhe nga ana ekonomike. Prandaj është marrëveshja me Mercosurin, shumë e rëndësishme, prandaj edhe marrëdhëniet me Kinën, të riq e mos e kput, po marrëdhëniet të buta, me fuqinë e butë, si me thënë, në mënyrë që mishi të piqet, si themi ne, dhe hedhi të mos digjet. Sepse Kina tani është tregu i dytë, ekonomia dytë më e madhe në botë, po synon të kthehet në superfuqi, kështu që përpjekjet e BE-s, të Kanadas, të Britanisë, të vendeve anëtare të BE-s, janë që ta mbajnë Kinën sa më afër, a mundësisht Kina të jetë në aleancë me to, si me thënë, dhe jo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht nga tensionet ekonomike, nga kritikat, akuzat që bëjnë tjetër, po këtu po ndiqet një politikë e mençur, pra e butë, jo me gjuhë të drujt, jo maj më maj, po tamam real politik. Aty ku kemi interesa, ne piqemi, aty ku nuk kemi interesa, nuk piqemi, nuk ndahemi, po nuk shkami edhe nuk rrjemi me kërcënime. Edhe Kina nga ana vet, ka shpallur parim të madh në plenumin e 20 të Komitetit Qendror për atë sa muajsh, që kërkon që Evropa dhe Amerika të jenë sa më shumë të varur prej saj ekonomikisht. Ky është i hapur synimi i Kinës. Kështu që këtu të dyja piqen, pra të dyja këto fuqi tani, dhe vende luftojnë me njëra tjetrën, kush e kush të sigurojë tregje për afate sa më të gjata, plus që Kina ka interesin tjetër të madh Evropa, apo Kanadaja, apo Britania e Madhe, sepse është udhëheqëse e BRICS-it, bashkë me Rusinë. Por Rusia ka hadhe të tjera, se Kina e ka fuqinë të BRICS-i, dhe BRICS-i, dini, është një sfidë e madhe tani për perëndimin, kështu që me një gur, Evropa, apo Britania, apo Kanadaja, duke u sjellur, duke u marrë me të mirë me Kinën, vrasin dy zogj, geopolitika, jo zogj kështu. Kote, kam dhe një pyetje, sidomos për Spanjën. Si ka mundësi, kundërpërgjigja e Spanjës ndaj presidenti amerikan Donald Trump ka qenë e fortë. Kryeministri i Spanjës nuk pranon 5%
te NATO, u përmend dhe dje nga ana e presidenti amerikan fjalimin e tij, dhe po sot Sanchez tha që ne nuk e mbështesim